10-vjeçari Sion Sinani, sportist i kategorisë U11 nga qyteti i Lushnjës, është një prej shpresave të reja të futbollit shqiptar. Ai është angazhuar në sport që në moshën 4 vjeçare dhe ka nisur rrugtimin e tij në fushën e Blert me ekipin e qytetit të Lushnjës. Aktualisht ai është pjesë e një prej akademive më të njohura të futbollit për të rinj në qytetin e Durrësit, Dyrah City Master City Football Academy, e drejtuar nga trajneri dhe drejtues të huaj me eksperiencë. Pak ditë më parë, në fushën sportive pranë kësaj akademie, Sion Sinani u certifikua si një nga lojtarët më të mirë në grup moshën U11, duke sjellë kështu një trofe të rëndësishëm për qytetin e tij të lindjes Lushnjën. Ky vlerësim është një nder jo vetëm për të, por edhe për të gjithë bashkëmoshëtarët e tij që ëndërrojnë një të ardhme në botën e sportit. Sioni është një djalë i ish futbollistit të njohur Ardit Sinani dhe futbolli është pjesë e pandashme e jetës së kësaj familje sportive. Ai është i njohur për përkushtimin, disiplinën dhe mjeshtërinë në mesfush, si dhe për aftësinë për të shënuar gola duke u dalluar si një talent i spikatur në fushë. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, Sion Sinani shprehu dëshirën e tij për të ndjekur hapat e futbollistëve të mëdhenj në arenën ndërkombëtare, por gjithmonë pa harruar emrat dhe historinë e futbollit lushnjar që i kanë dhënë frymëzim në rrugtimin e tij sportiv. Në fokus, sot nuk jemi në një mision të plot, po jemi në një kronikë speciale, me një djalë nga qyteti i Lushnjës. Ky është Sion Sinani, 10 vjeçari. Djali që është certifikuar para disa ditëve në një aktivitet sportiv në qytetin e Durrësit, duke u certifikuar si njeriu i vitit në futboll për moshat U11. Sion, ju jeni pjesë e futbollit. Si ndjeni sot dhe kush jeni ju? Falenderoj televizionin Apollon dhe unë jam Sion Sinani. Jam në moshën 10 vjeçare edhe e kam në zemër futbollit. E kam në zemër nga trashëgimia e babit. Ju e keni qef futbollin? Po. Sa vjeç e keni nisur futbollin ju? Unë futbollin e kam nisur që 4 vjeç e gjysmë, edhe kam 5 vite në futboll. Jeni certifikuar dhe herë tjetër në vende të ndryshme? Jam certifikuar dhe në ndeshje të ndryshme ose në turnera. Në moment që ju jeni pjesë e futbollit U11 në qytetin e Durrësit në një akademi sporti Manchester City Football, apo jo? Po. Si u ndjet juve në moment që ju u thirrët për të marrë Sion Sinani, merr certifikatet si njeriu i mirë në lutjet, futbollin, elegancën tënde në gjithë aktivitetet sportive në këtë shkollë? Unë kisha shumë emocione, po me drejtë i gjithë trupi, edhe kisha çfarë të thosha në ato momente. Pse pikërisht ata Sion të zgjodhën ty si djali më të mirë të sportit? Ndoshta ti ishe më i miri? Po, unë kisha më i miri. Kam qenë shumë i fokusuar në stërvitje, në ushtrimet që bëra, edhe në gjëra të ndryshme. Çfarë roli keni në futboll të fusha? Roli im i preferuar është mesfushor qendre. Mund të los edhe pozicione të tjera. Ku t'ja kushtoni këtë çmim që ju morët? Këtë çmim ja kushtoj babit sepse më ka ndjekur në çdo seancë stërvitore. A ke dëshirë që ti të arrish majat e futbollit? Unë kam shumë dëshirë që të bëhem një lojtar si Messi ose Ronaldo. Tani kam dëshirë që të bëhem si Lamine Yamal. Përveç certifikime që ju i keni në dorë dhe unë i shikoj, keni edhe një medalje mos gaboj, që duhet t'ja tregojmë publikut që është një Gresham Player U11. Ju përveç këtyre që keni marrë këto certifikime, në fushën e Blert të qytetit të Lushnjës, keni dëshirë të luani kur të rriteni? Kam dëshirë të luaj edhe në qytetin e Lushnjës sepse është ekipi im i zemrës që kam lindur. Kë do kishit qef në lojtarët me emër që njihni këtu në Lushnjë, jo që ti ngjanit sado pak atij lojtari? Cankën. Edhe vetëm atë. Atë ke idhull? Po. Dëshiron të bësh si ai? Po. Po gola ke shnuar ndonjë deri tani ti, Sion? Po. Sa gola ke bërë? Unë ke numëruar ndonjëherë? Jo. Po pse si ke numëruar? Sepse kam bërë shumë gola. Oh, bravo. Po ditar mbani ju? Kam marrë një ditar që ma ka dhënë Manchester City. A shnoni aty ju ngjarjet e juaj të ditës në sport? I shënoj ndonjëherë. Po pse ndonjëherë dhe jo të përherë? Sepse s'kam kohë. Pse s'keni kohë? Më çfarë merrin gjithë ditën? Si e kaloni ditën?
Unë me mëngjes shkoj në shkollë, vi ha drekën, në orën 4 nisem për në stërvitje, pastaj kthehem në orën 7, sepse është një rrugë shumë e gjatë, edhe pastaj bëj detyrat në ora 7. Në atë akademinë e sportit që jeni në Durrës, apo jo, shkoni 3-4 herë në javë, më sa di unë. Si u gjan akademia e sportit? Është diçka e mirë e vërtet, këtë bjuti të bëni thirrje moshatarëve t'juaj që të merren sa më shumë me sportin? Po, sepse është një akademi shumë e mirë për të mësuar sportin, sepse janë trajnera, nuk janë trajnera shqiptar, janë trajnera nga Manchester City. A të pëlqen të jesh atje? Më pëlqen shumë që të jem atje. Ka shokë të tjerë nga rrethet atje, si jeni atje, si jeni grup nxënës? Atje jemi nga qytetet të ndryshme, si Durrësi, Tirana, Fieri, edhe nga Lushnja. Përveç këtyre që ju shikoni që luani atje, a stërvitet vend tjetër Sioni? Unë stërvitem dhe në Akademinë e Jurt Gazhelit, që ka emrin Lushnja 1920. Edhe përgëzoj shumë Jurt Gazhelin që më ka çuar deri në këto limitet. Jon, të falenderoj për gjithçka që fole për shikuesit e televizionit Apollon dhe për të gjithë moshatarët e tuaj për të cilët merren me sport. Çfarë është sporti? Sporti është një ëndër e madhe që duhet ta realizosh. Ka emocione të forta Sioni, jo vetëm kur merr trofe, po edhe kur është në fushë? Po, kam shumë emocione. Të falenderoj. Faleminderit.